ليس إلاك إله يا غنيا ليس إلاك المجيب يا عظيما ليس إلاك إله يا غنيا ليس إلاك المجيب ليس إلاك إله يا غنيا ليس إلاك المجيب يا عظيما ليس إلاك إله يا غنيا ليس إلاك المجيب ليس إلاك المجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar vëllezër, Allahun e falendrojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që Allahu xhaleshanu e udhëzon, nuk ka kush e shtin në rrugën e drejtë. Dhe atë që Allahu xhaleshanu e lën në dalalet, nuk ka kush e udhëzon. Paqja dhe bekimi qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me të cilën Allahu xhaleshanu e vulosi vargun e pejgamberisë, me të cilën Allahu xhaleshanu në ndryqoj rrugën e udhëzimit, në tregoj rrugën e lumturisë, në tregoj rrugën e xhenetit. Paqja dhe bekimi qofshin mbi familjen e tij të pastër dhe të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, ata që e ndihmuan kur ishte në vështirësi dhe në bollëk, dhe mbi të gjithë ata që pas rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, në hutbën e sodit do të flasim për dallimin mes besimtarit dhe mos besimtarit, mes të devotshmit edhe mëkatarit, mes të sinqertit edhe dyftishit, mes atij që e mbush kohën me vepra të mira edhe atij që e mbush kohën me gjunahe. Të shohim dallimin në jetën e bote, se si besimtari i sinqert dhe i devotshëm ballafaqohet me gëzimet, lumturitë, po edhe me vështirësitë edhe fatkeqësitë, dhe si mos besimtari edhe mëkatari ballafaqohet me këto raste edhe me këta probleme. Sot në jetën tonë të përditshme ne ballafaqohemi me lumturi e gëzime, me fatkeqësi dhe brenga dhe vështirësi. E shef njeriu i cili ka pasuri, ka pallat luksoz, ka veturë të shtrenjtë, ka biznes të fitimprurës e kështu me radhë, mirë po ai nuk është i lumtur, ai nuk ka rahati edhe nuk ka qetësi. Në anën tjetër e shef një besimtar i cili nuk ka pallat luksos, me ka një shtëpi të vjetër, nuk ka veturë me të cilën do t'i kryjnë punë të veta, ndoshta nuk ka dhe punë, ka telashe materiale kështu me radhë, mirë po atë e gjen të lumtur, e gjen të rahatshëm edhe e gjen të qetë. Vallë, ku është sekreti i dallimit mes të parit edhe të dytit? Padyshim se dallimi mes të parit edhe të dytit qëndron në besimin që ka i dyti edhe mos besimin që e ka i pari. Qëndron në devotshmërinë që e ka i dyti edhe mëkatet që i ka i pari. Dallon në
në shkakun që i dyti është i qetësuar edhe ju ka nënshtruar caktimit të Allahu xhaleshanu, e i pari asesi nuk ka mundësi të arrin e të nënshtrohet caktimeve të Allahut subhanahu wa taala. Andaj për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar jetën e besimtarit se është jetë në mirësi. Do më thonë, çdo herë besimtari ka rahati, ka qetësi dhe ka lumturi edhe ka mirësi. Ajaben li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair. Çudi është puna e besimtarit, çdo herë puna e tij është e mirë. In asabahu darra sabr, nëse i vjen të këqijat ai duron, wa in asabathu sarra, nëse i vjen të mirat ai falendron. Wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. E kjo nuk i takon askujt për besimtarit. Pra këtu që ndron edhe sekreti i lumturisë, rahatisë, gëzimit, qetësisë e besimtarit, sepse ai jeton mes falënderimit edhe durimit, e falëndron Allahun për të mirat edhe duron në caktimet e Allahut subhanahu wa taala. Për të sqaruar këtë element edhe më mirë, do të marrim një ajet nga sura e Gjathje, ku Allahu xhaleshanuhu e tregon qartë dallimin mes besimtarëve edhe mos besimtarëve. Pra, ky ajet neve na ndihmon të sqarojmë këtë realitet të cilin e përjetojmë, i cili është gëzim për besimtarët, edhe i cili ajet është përsëritur shumë nga besimtarët e gjenatave të para edhe të ardhët e Islamit. Allahu xhaleshanu thot: "Em hasiba alladhina sharahu sayyi'at", a mendojnë ata që bëjnë gabime, a mendojnë ata që bëjnë krime, a mendojnë ata që bëjnë zullume, a mendojnë ata që janë mosbesimtar e të ndalur nga rruga Allahu xhaleshanu, e nej'aluhum kalladhina amanu wa amilu salihat, ti bëjmë të barabartë me ata që besojnë Allahun xhaleshanuhu edhe bëjnë punë të mira, ti bëjnë të barabartë me ata që janë të devotshëm, ti bëjnë të barabartë me ata që i vizitojnë xhamiat, ti bëjmë të barabartë me ata që i kthehen kiblës së Allahu xhaleshanu, ti bëjmë të barabartë me ata që janë të ndershëm e të moralshëm, pra ti bëjmë të barabartë me njerëzit që i kanë zonë besë Allahu xhaleshanu edhe e mbushin kohën me vepra të mira, sewaun mahyahum wa mamatuhum, në jetën e kësaj bote edhe të ahiretit, sa ma yahkumun, ata sa keq gjykojnë. Pra është e pamundshme të ketë barazi mes një besimtarit të devotshëm edhe mes një mosbesimtarit. Është e pamundshme të ketë barazi mes një njeriu i cili ditën e fillon me paqë edhe përfundon me paqë. Pra fillon me selam edhe përfundon me selam, me ata të cilët e fillojnë ditën me shkatrim edhe rënim, ata që mundohen të shkatrojnë moralin edhe ndërgjegjen e popullit, ata që mundohen shkatrojnë pasurinë edhe të arriturat materialet një popullit, ata që i shkatrojnë godinat, ndërtesat, ata që shkatrojnë xhamiat edhe spitalet e muslimanëve, nuk ka mundësi asesi të jenë barabartë këta që e fillojnë ditën me paqë, me këta që vrasin gra edhe pleq edhe fëmijë, ata që nuk bëjnë dallim mes të mirit edhe të keqit, nuk bëjnë dallim mes atij që e meriton dënimin edhe atij që nuk e meriton dënimin. Andaj ai i cili mendon se besimtarët edhe mosbesimtarët, të devotshmit edhe mos të devotshmit, ata që kanë nder edhe ata që kanë nder, ata që janë me moral edhe ata që janë pa moral, ai që mendon se janë të barabartë, ai me të vërtetë gjykon shumë keq edhe shumë shtremt. Ky ajet, vëllezër, ka qenë ajet të cilën e kanë përsëritur shumë dhe shpesh gjeneratët e para të muslimanëve, duke filluar nga sahabët e kështu me radhë. Tregon Mesruki rahimahullahu taala, i cili shkon një natë te Temim ad-Dariu radhiyallahu anhu, i cili ka qenë sahabe i dalluar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon te ai edhe e vëren se ai tërë natën e kalon duke e përsëritur këtë ajet: em hasibal ladhina shrahu sayyiat, a mendojnë ata që bëjnë punë të këqija, e nej'aluhum kalladhina amanu wa amilu salihat, ti bëjnë barabartë me ata që besojnë Allahun edhe bëjnë punë të mira, sawaun mahyahum wa mamatuhum, të jenë të barabartë në jetën e kësaj bote dhe të ahiretit, sa ma yahkumun, sa gjykim të keq edhe të shrembër të bëjnë ata. Po ashtu tregon Beshiri rahimahullahu taala, i cili thot: bitu inda Rabi ibn Khuthaym, një natë shkova të bujt e Rabi ibn Khuthaymi rahimahullahu taala, i cili ka qenë zahid i njohur i Kufës, i dalluar në dituri, i dalluar në devotshmëri, i dalluar në sinqeritet, i dalluar në vepra të mira, i dalluar në namaznate, i dalluar në agjërim vullnetar, i dalluar pra të gjitha kapitujt e bamirësisë edhe të gjitha hapësirat e veprave të mira. Rabi ibn Khuthaymi ka qenë i njohur si zahid i Kufës, andaj ka qenë adet edhe zakoni muslimanëve që shkojnë të marrin ndije nga jeta dhe praksa e muslimanëve. Pra Beshiri ka shku të bun të
Rabi ibn Khuthejmi, jo se s'ka pas shtëpi, jo se s'ka pas kul mbi kokë, por ka shku që të bun me këtë dietar, me këtë adhurues, me këtë njeri i dhënë pas adhurime dhe ibadeteve që të përfiton drejt për drejt nga jeta e tij, mos mjaftohet vetëm me fjalët edhe mësimet e tija. Andaj shkon me bujt te Rabi ibn Khuthejmi rahimahullahu taala, edhe gjatë natës u ngrit Rabiu rahimahullahu taala të fal namaz natës sikurse ka pas zakon, edhe duke lexuar Kur'an arriti tek ajeti em hasibal ladhina ishtarahu sayyiat, a mendojnë ata që bëjnë punë të këqija se do t'i bëjnë të barabartë me ata që besojnë Allahun xhaleshano dhe bëjnë punë të mira. Pastaj filloi të qanë me një qarje të madhe edhe të dendur deri në mëngjes. Po ashtu edhe Fudail ibn Iyadi rahimahullahu taala. Fudail ibn Iyadi e ka epitetin, e ka etiketimin Abidul Haramain, ai që ka bëj ibadete në dy hareme, në Mekë dhe në Medinë, pa njeri i cili ka qenë i dhënë për stepënin pas ibadeteve. Andaj edhe Fudaili rahimahullahu taala shpesh e lexon tek këtë ajet edhe e përsërit nga fillimi i natës e deri në mëngjes, e pastaj çante edhe në fund thoshte ya lejte shi'ri min ayil fariqain ant, vaj për ty, ti për cilët grup je? A je për grupit të parë, për atyre që bëjnë gjunahe dhe gabime, apo je për grupit të dytë, për atyre që besojnë Allahun dhe bëjnë punë të mira? Andaj ulemat e mëhershëm këtë ajet e kanë emërtuar Mubkatul Abidin, ajet i cili i shtyn të qajnë ata që janë dhënë pas ibadetit të Allahut subhanahu wa taala. Nuk është vetëm ky ajet i cili e tregon dhe shpalos dallimin mes besimtarëve dhe mosbesimtarëve, të devotshmive dhe mëkatarëve, të mirëve dhe kriminalëve, të ndërgjeshmive edhe atyre pa ndërgjegje, të moralshmive edhe atyre që s'kan moral, të sjellshmive edhe atyre që s'kan sjellje. Thot Allahu në Kur'an po ashtu: "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa." A është e mundshme të jenë barabartë ai që është besimtar me atë që është mëkatar? La yastawun. Asesi nuk ka mundësi të jenë të barabartë Allahu xhaleshanuhu. Amma alladhina amanu wa amilu salihat, kurse ata që kanë besuar në Allahun edhe bëjnë punë të mira, falahum jannatul ma'wa, ata kanë xhennetin si vendbanim të tyre, nuzulan bima kanu ya'malun, vendbanim të tyre për shkak të veprave që kanë vepruar. Wa amma alladhina fasaku, kurse ata mëkatarët, fa amma alladhina fasaku fa ma'wahum an-nar, vendbanimi tyre është xhehenemi. Kullama aradu an yakhruju minha, gjërat që do të mundohen të dalin për xhehenemit, uidu fiha, do të kthehen përsëri në të. Wakilahum, edhe do të thuhet dhuku adhab an-nar alladhi kuntum bihi tukadhibun, përjetone ose shijone dënimin e dhëmshëm të xhehenemit nga shkaku i asaj që keni punuar. Po ashtu lexojmë me vëmendje edhe ajetin tjetër ku Allahu xhaleshanu thot: "Wama khalaqna as-samaa wal-ardi wama baynahuma batila." Nuk kemi krijuar qiejt edhe tokën edhe atë që është mes tyre kot. Pra Allahu xhaleshanuhu qiellin edhe tokën i ka krijuar me qëllim, edhe atë që gjendet mes tyre është i krijuar me qëllim. Andaj kështu duhet t'i kupton besimtari, krijimi i qiellit nuk është kot, krijimi i tokës nuk është kot, krijimi i gjërave që janë mes tyre nuk është kot. Ato janë për mësim edhe këshill, ato janë për mendim edhe meditim. Për tyre duhet marrim mësim, ata duhet të analizojmë edhe të logjikojmë për to, që të na shtohet besimi, edhe të na shtohet dashuria ndaj Allahut xhaleshanu, të na shtohet frika ndaj atij i cili ka krijuar qiejt edhe tokën, ndaj atij i cili e mban në gishtin e tij qiejt edhe i mban në gishtin e tij tokën. Pra të shtohet devotshmëria dhe frika për Allahun subhanahu wa taala. Pra mos mendoni se krijimi i qiejve dhe tokës edhe atyre që është mes tyre është për kot. Dhalika dhannu alladhina kafaru, sepse kështu mendojnë ata që janë mosbesimtar. Fa wailun lilladhina kafaru minan nar, e vaj për mosbesimtarët nga zjarmi i xhehenemit. Am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard, a është e mundshme të bëjnë të barabartë ata që besojnë në Allahun xhaleshanuhu edhe bëjnë të mira me ata që bëjnë krime, çorodi, prishin e shkatrojnë në rrugën toksor? Em naj'alul muttaqina kal fujjar, apo ti bëjmë të barabartë të devotshmit me kriminalët edhe zullumçarët? Po ashtu të ndalim me një ajet të cilin shpeshherë në xhamia tona në namazin e sabahut apo mas namaz sabahut e lexojnë si ashere, mirë po
të ndalim, të lexojmë me vëmendje, të shohim dallimin edhe të kuptojmë dallimin mes besimtarëve dhe mosbesimtarëve. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Nuk janë të barabartë banorët e xhehenemit me banorët e xhenetit, se me banorët e xhenetit janë fitimtarët, ata që e kanë garantuar fitoren e madhe. Pra nuk na qenë ka fitore të ndërtojmë pallat të madh në shtëpi në këtë dynjë. Nuk qenë ka fitore të arrijmë post të madh në këtë dynjë. Nuk na qenë ka fitore të grumbullojmë pasuri të madhe në këtë botë. Nuk është fitore të jemi më i bukur në këtë botë. Nuk është fitore të jemi më i ditur në këtë botë. Pra fitore e vërtet e madhe dhe gjigante është ai kur do të hynë në xhenet. Pra kush për neve e meriton dhe fiton xhenetin, ai e ka marrë edhe ka merituar fitoren edhe fitimin më të madh. Pra o ju besimtar, duke u nisur për këtyre ajeteve kuptuam se për drejtësisë e Allahu xhaleshan është që mos i bën të barabartë besimtarët edhe mosbesimtarët, mëkatarët edhe të devotshmit, po ashtu edhe në këtë botë edhe në atë botë, sidomos kur e kemi parasysh dallimin e madh në shpërblimet që Allahu i ka përgatitur për mëkatarët edhe shpërblimet që i ka përgatitur për besimtarët, gjëra të cilat nuk ka mundësi ti percepton logjika e njeriu, lloje të ndryshme të begative, të mirësive, të dhuntive, edhe normalisht se fundrinat e dënimeve edhe do thot vujtjeve të mëdha për mosbesimtarët. Thot Allahu në Kur'an, duke përmend atë që Allah ka përgatitur për besimtarët e devotshëm të sinqert, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, asnjë shpirt nuk e din atë që Allah e ka fshehur për ata. Asnjë shpirt nuk e din se me çka Allahu do t'i befason, me të mira që do t'i befason. Asnjë shpirt nuk e din surprizin i cili i pret besimtarët kur do dalin para Allahu xhaleshanuhu. Kurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun. Askush nuk e din kënaqësirat të cilat e presin besimtarin si shpërblim për atë që ata kanë vepruar. Andaj kur e pyet Musa alayhis salam Allahu xhaleshanuhu për njeriu në fundit që në xhenet, thot Allahu xhaleshanuhu se i fundit që do të hyjë në xhenet do të ketë sa dunjaja edhe 10 herë më shumë se dunjaja. Pra paramendoni, kjo është shpërblimi i njeriu të fundit që futet në xhenet. Paramendoni shpërblimin më të lartë, shpërblimin më të madh. Kush do ta amrin gradën më të madhe edhe shpërblimin më të madh, andaj për të vlen ky ajet fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Askush nuk e din se çfarë kënaqësie, çfarë begatie, çfarë dhuntie Allahu ka fshehur për besimtarët e devotshëm edhe të sinqert. Të krahasojmë këtë fotografi me fotografi tjera që i përmend Allahu xhaleshan në Kur'an, e të cilat janë kundërshtim me këtë fotografi të parë. Thot Allahu në Kur'an, والذين كفروا لهم نار جهنم, ata që janë mosbesimtar, për ta ka zjarm të xhehenemit, la yuqda alehim fayamutu, nuk vjen vendimi përfundimtar e të vdesin të, wala yukhaffafu anhum min al'adhab, as që u lehtësohet dënimi i tyre. Kedhalike najzi kull kafur, shuna është problem çdo mosbesimtar kryeneç edhe mendje madh. Wa hum yastarikhuna fiha, ata do të bërtasin në xhehenem duke thonë Rabbana akhrijna na'malu salihan, o Zot na nxjerr nga xhehenemi që të bëjmë punë të mira, ghayra alladhi kunna na'mal, punë të cilat nuk e kemi bërë më herët. Thot Allahu xhaleshanu si përgjigje, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkar, a nuk ju dham neve aq ymër të gjatë sa që të merr mësim ai që duhet me marr mësim, të kujtohet ai që duhet kujtohet, pra t'i kthehet vetvetes ai që duhet t'i kthehet vetvetes. Wa ja'akum nadhir, e përveç kësaj wa sallam edhe lajmtarin, wa sallam edhe pejgamberin, wa sallam edhe vërejtjen, wa sallam edhe Kur'anin, fama lidhalimin min nasir, shjoni dënimin e dhëmshëm të xhehenemit, se për zullumqtarët nuk ka ndihmës. O vëllezër, o musliman, o besimtar, shikoni se çka e pret mosbesimtarin, çka e pret kriminalin, çka e pret mëkatarin edhe zullumqtarin. Do të lutet Allahu xhaleshanhu ta nxjerr nga xhehenemi në dynjë, që të bën punë të mira, mirë po atëherë do të jetë vonë. Atëherë Allahu xhaleshanhu do thotë o ti njeri, a nuk jetove 50 vjet, a nuk jetove 60 vjet, a nuk jetove 70, 80, 90, ndoshta edhe 100 vjet, a nuk pate kohë edhe afat të pendohesh, ti kthehesh Allahu xhaleshanu, a nuk shikove madhërinë e qiejve dhe tokës, a nuk shikove krijesat e Allahu xhaleshanu, a nuk shikove shenjat e mëdha që Allahu i dërgoi, e nuk u mushe me mend, e nuk u ktheve te Allahu, e nuk u pendove. Andaj të erdh lajmëtari, të erdh Kur'ani, të erdh këshilluesi, të
të erdhë nasihati, e pa e minarën, e dëgjove ezanin, e pa e Kur'anin, e ndëgjove leximin e Kur'anit, gjithë të e pa e natyrën, e pa e qiellin edhe prap se prap, Allahut nuk i besove, andaj tani është kot, shijoni vujtjet, shijoni dhimbjet, shijoni dënimet e xhenemit, sepse për zullumçarin nuk ka kush i ndihmon. Tia u jepet besimtarëve që në dunjë, pra dallimi nuk është vetëm në ahiret, por është edhe në dunjë. Këtë kuptim e bart me vete ajeti që lexuam në fillim, em hasibal ladhina ishtarahu sayyiat, a mendojnë ata që bëjnë punë këqija, në pjesën e ajetit sawaun mahyahum wa mamatuhum, ky dallim është që në jetën e kësaj bote edhe padyshim se edhe në ahiret. Andaj Mujahidi rahimullahu taala thot el mu'minu yamutu mu'mina wa yub'athu mu'mina, besimtari vdes si besimtar edhe ringjall si besimtar, wal kafiru kusa, mos besimtari yamutu kafira wa yub'athu kafira, vdes si mos besimtar edhe ringjallet si mos besimtar. Allahu xhaleshanuhu këtë dallim e ka bërë në bazë të drejtësisë, pra ka drejtësi të madhe në dallimin mes njerëzve, nuk ka mundësi që Allahu t'i bën dikujt pa drejtësi, edhe nëse është mosbesimtar, edhe nëse është zullumçar, edhe nëse është kriminal. Këtë do ta vërejmë nëse i analizojmë dy ajetet ku Allahu xhaleshanu e përmend dallimin mes besimtarëve dhe mosbesimtarëve. Ajeti i parë në surën Sa'd, Allahu xhaleshanu thot: "Wa ma khalaqna as-samaa wal ardi wa ma bainahuma batila", qejt edhe tokën, edhe atë që është mes tyre si kemi krijuar për kot, do të thonë kemi krijuar me qëllim edhe me drejtësi, sepse ai që mendon se janë të krijuar për kot, dhalika dhannu alladhina kafaru, kështu mendojnë ata që janë mosbesimtar. Pastaj e vazhdon ajetin tjetër, em naj'al alladhina amanu, aty bëjmë besimtarët edhe ata që bëjnë punë të mira të barabartë me ata që bëjnë shregullime, që bëjnë shkatrime edhe rënime në fytyrën e tokës, em naj'al muttaqina kal fujar, apo ti bëjmë të devotshëm sikurse kriminalët edhe zullumçarët. Pra, ajeti i parë tregon drejtësinë edhe në bazë drejtësisë bëhet dallimi. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala edhe në ajetin tjetër e përmendi se dallimi mes dhe besimtarëve dhe mosbesimtarëve bëhet në bazë të veprave, në bazë të vendimeve të tyre, në bazë të nijeteve të tyre. Pra ata e bartin përgjegjësinë, as pak Allahu ndaj tyre nuk bën zullum, wa ma kana rabbuka dhallaman lil abid, sepse Zoti yt nuk është ai që i bën zullum njerëzve edhe robërve të tij. Pra dallimi mes besimtarëve dhe mosbesimtarëve bëhet në bazë të drejtësisë. Edhe të kalojmë në temën e fundit, për gëzimet edhe myzhet për besimtarët, edhe kërcënimet me jetë e vështirë për mosbesimtarët në jetën e kësaj bote. Thot Allahu në Kur'an: "Ala inna awliya Allah", vërtet miqtë e Allahut, të dashurit e Allahut, të afërmit e Allahut, la khaufun alehim wala hum yahzanun, ata nuk kanë frikë e as nuk mërziten. E dini vëllezër pse ata nuk kanë frikë? Besimtarët e sinqert edhe të pastër, ata që e dojnë Allahun më shumë se çdo gjë, ata nuk frigohen për askujt, sepse ata frigohen për Allahut, e kush frigohet për Allahut nuk frigohet për askujt. E dini pse nuk mërziten ata? Ata nuk mërziten sepse kohën e kanë mbush me ibadet, ata nuk mërziten sepse i besojnë Allahut edhe bëjnë të mira, ata nuk mërziten sepse kujdesen për farefisin, ata nuk mërziten sepse janë bamirës ndaj prindërve, sepse ata i mbushin xhamiat, sepse ata e mbushin domethënë kohën duke përmendur Allahun. Ata janë të ndershëm dhe të sjellshëm, ata janë të moralshëm. Andaj një njeri i cili ka besim, i cili ka punë të mira, i cili ka namaz, i cili ka dhikr, i cili ka sjellje, i cili ka moral, i cili kujdeset për familjen, për prindrit, për vëllezërit dhe motrat e tij, ky njeri padyshim se jeton një jetë të lumtur, të rehatshme dhe të qetë në këtë dunjë. Andaj nuk ka për çka të mërzitet. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ata janë njerëzit që kanë besuar në Allahun dhe janë ata që janë të devotshëm. Lahumul bushra fil hayatid dunya, për ta ka myshë në jetën e kësaj bote. Pra, o ti besimtar, ti që ke kthy fytyrën ka kibleja, ti që e mbush xhamin, o ti i ri i cili që në rini ke fillu me ibadet, o ti e re që në fillim ke fillu jetën tënde me shami edhe e ke mbrojt nderin tënd, ke myshë, ke lajm të mirë, ke përgëzim nga Allahu xhaleshan në jetën e kësaj bote, wa fil akhira, edhe në jetën e ahiretit. La tabdila li kalimatillah, fjalët e Allahut, vendimet e tija nuk ndryshojnë as pak. Dhalika huwa al-fawz al-azim, edhe padyshim se kjo është fitora më e madhe. Shikoni kërcënimin që Allahu a jep njerëzve që kanë kthy shpinën Kur'anit, që kanë kthy shpinën Islamit, që kanë kthy shpinën xhamis.
atyreve që nuk e dinë se çka është nderi dhe morali, atyreve që nuk e dinë se çka është puna edhe mësimi, atyreve që nuk janë të vyshëm e të dobishëm, atyreve Allahu në Kur'an në thot: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ata që ja kthejnë shpinën për kujtimin tim, Kur'anit e Islamit, ata do të jetojnë jetë e vështirë. Pra, nëse dikush jeton jetë e vështirë, kjo vjen nga shkaku i kthimit, nga shkaku se ja kemi kthi shpinën Islamit edhe Kur'anit, nga shkaku se nuk përfitojmë prej mësimeve, porosive, udhëzimeve edhe këshillave që gjenden në Kur'an, edhe që gjenden në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lahu ma'ishatan danka, jeton jetë e vështirë këtë dunja, wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma, në ahiret e rinjallim të verbët, do thot Rabbena, o Zot, Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. O Zot, pse më rinjallet të verbër kur unë i kisha sytë në dunja, thot Allahu kedhalika tatka ayatuna fanesita. Kështu të vinin ty argumentet tona, ti harova ata. Kedhalika al-yawma tunsa, kështu në këtë ditë të harrojmë, wa kedhalika najzi man asraf. Kështu është problem atë që i kalon kufit e Allahut, walam yu'min bi ayati rabbih, edhe nuk u beson argumentet e Allahu xhela shanuhu, wala adhabul akhirati ashaddu wa abqa. Dënimi i Allahut është më i rënd edhe është më i përhershëm. Pra, vëllezër të nderuar besimtar, të punojmë, të veprojmë, të kemi dallim mes neve si besimtar edhe kriminalëve dhe zullumçarëve, të bëhemi për atyre që e mbushin kohën me besim, me vepra të mira, e mos bëhemi për atyre që e mbushin kohën me vepra të këqija, me imoralitet, me ikje nga ibadeti edhe nga veprat e mira. E lutim Allahun xhela shanu që na bën prej besimtarëve të sinqert. E lutim Allahun xhela shanu që na bën prej besimtarëve që e mbushin kohën me vepra të mira. E lutim Allahun xhela shanu që na largon prej zullumçarëve dhe kriminalëve. E lutim Allahut na shton dinë e dobishme dhe veprat e mira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم اجعل تدبير أعدائهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر واجعلهم إبرة لمن يعتبر. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم إبرة وآية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.
ليس إلا كإله يا غنيا ليس إلا كالمجيب يا عظيما ليس إلا كإله